Një tregim emocionues nga jeta e përditshme, tregimi i binjakes. Jam shenja e binjakëve. E di çfarë thon për ne, dy fytyra, dy mendje, dy zemra që luftojnë me njëra tjetrën, dhe kështu më ndodhi edhe mua. Njëra fytyrë kërkonte dashuri, ndërsa fytyra tjetër kërkonte siguri. Dhe në mes të kësaj zhurme të brendshme bëra zgjedhjen më të gabuar që mund të bëja. U lidha me dy njerëz, jo nga zemra, por për interes. Mendoja se po luaja një lojë të çmendur, se po ndërtoja rrugën time drejt diçkaje më të mirë. Por universi nuk i fal korridoret e fshehta, ndërsa unë mendoja se po fitoja, në fakt, po humbisja veten. Të dyja lidhjet u dogjën si letër në flak, pa më lënë asgjë. Veç një boshllëk që nuk e mbushte paraja, as vëmendja, as gënjeshtrat që i tregoja vetes. E kuptova vonë, binjakët nuk janë dy fytyra për të mashtruar të tjerët, janë dy zëra që të thërasin të zgjedhësh drejt, të mos shkelësh veten. Sot jam ajo që më mbeti, një njeri që ka mësuar me dhimbje, se kur lidhesh nga interesat, humb më shumë se sa fiton, humb shpirtin tënd. Dhe tani, po e rindërtoj veten, jo me njerëz, jo me plane të lehta, por me të vërtetën. Kjo është një histori reale. Po ju, a keni njohur një binjak të tillë? Nëse jo, lini komentin tuaj.